Administratës Trump po i kërkohet të shtojë angazhimin e saj në Ballkanin Perëndimor, thirrje kjo që erdhi nga pjesëmarrësit e diskutimeve në Komitetin për Politikë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, të cilët konsiderojnë se kjo lëvizje do të ndihmojë në stabilizimin e rajonit, ku sipas tyre, Rusia përmes Serbisë është faktor themelor paqëndrueshmërie. Në çelje të seancës dëgjimore, kryetari republikani nën Komitetit për Europën, Keith Self, vlerësoi se Ballkani Perëndimor përveç Ukrainës, që është nën pushtimi rus, është rajoni më i paqëndrueshëm në Europë. Marrëdhëniet e pazgjidhura të Serbisë me Kosovën janë një nga nxitësit kryesor të paqëndrueshmërisë rajonale, çka i mundson Rusisë ta minojë akoma edhe më tej Bashkimin Evropian dhe aftësinë e NATO-s për t'i fuqizuar vendet e Ballkanit, deklaroi ai. Në rast konflikti, aleatët e NATO-s, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Malizi, do të jenë drejt për drejt në shënjestër, nënvizoi Self, duke shtuar se një gjë e tillë mund të çojë në aktivizimin potencial të nenit 5 të aleancës. Aleatët e NATO-s në Ballkan duhet të ndërtojnë së bashku pengesë politike dhe ushtarake, por Kosova, insistoi ai, do të jetë veçanërisht e ekspozuar për shkak se nuk është pjesë e aleancës ushtarake.